Jeni bërë pishman që jeni rikthyer në Shqipëri? Jo, unë nuk jam rikthyer, ose ai kam dokumentat, jam me dokumenta me gjithë. Ke ardhur vetëm për pushime? Unë kam ardhur kështu, ikim, vi, nuk e kam problem. Unë jam me dokumenta, me pasaport. Jam okay. A keni menduar që të riktheheni si duket Shqipëria? Edhe mund të kthehem. Shqipëria ka ndryshuar, me thënë drejtën. Krahasim atë që keni lënë, si është? Unë kam ikur në kohën e Sali Berishës, në 97. Hapi rrugët ai atë? Po që hapi ai në grafosin. Mori vëllë parat e firmave, shtëpingele, pa shtëpi, pa prokopi, ishim detyruar do minim një drejtim. Se është e vërtet kjo firma piramidale që realisht qeveria i vodhi apo u ngrit në disa individ? Kush i vodhi? Ai e hapi. Se kush i vodhi i di ai? Ku dim ne gjë? Ai thoshte fluturoni te Gjallica, fluturuan njerëzit te Gjallica, erdhi puna. Ju fluturuat te Gjallica? Po, fisi im gjithë, humbi. Komplet. Kështu që në 97-ën jam lëvizur këtu në prill të 97-ës. Ti vetë sa lekë lënë te Gjallica? Unë faktikisht ato që lashi mora. Pas ke qenë me fat? Po, familja ime i la nuk mori. Asnjë gjë. Ka qenë bixhozi hapur. Atje ishte kështu. Jo, po një motra ime vajti i ra data për t'i marrë, i mori, tha po i mbyllë një herë unë, atëherë ose tjetër nga familja të tërë mua i la. Kështu që ishte një katastrofë për të popull, me thënë drejtën. Por që mirë ky popull që është këtu. Unë e kam Terezi. Unë e kam andej vendin tim. Po ti shikosh këtu ke njerëz të gëzuar, lëvizin, rini, gjallëri, ju thoni që Dgjoj, përse janë të gëzuar? A kam punë këta? pra që kosa vishen mirë, lokalet janë plot. Po qa vishen mirë, se kam pyetur një motër, se kam një motër këtu unë. I them, më ço me një dyqan ku ka gjërat mira. Po thoya, çoj, unë tha. Ku dim se ç'më thon një dy supermarketa këtu. E po mirë, hajde, ku janë? Këto janë? Ja. Ose ven aty tek këta që thon gabi. Ja, kjo ishte veshja e shqiptarit. Ndonjë gjë se nuk vishen, po thot, ne s'kemi, thot, prandaj dhe nuk vishemi, thot, të vem të blejmë shtrenjta. Pra ja, aty shkojnë e vishen. Për mua, e s'okej jeta për këtu, po që e përgjithshmja shtreset reduan, me thënë drejtën. Shumë faleminderit. Faleminderit juve. Qofshi mirë. Ju lutem mos më nxini, më tej. Paksojeni se unë nuk kam shumë dëshirë, me thënë drejtën. Më mirë se ty s'flet njëri. Jo, s'është puna, se kam. Jo. Jo, po lëre manitën, që manitën. Po lë më se që... Po më flasë... Një ndër problemet... Që ndjej. Po pse? Do të gënjej. Po pse do të gënjesh? Një ndër problemet që ka rinia shqiptare që vërejmë ne për ditu nuk flasin. Kjo ndoshta vjen për, nuk e di, arsye... Pse nuk flasin këtu? Nuk flasin sepse ata kërkojnë punë. Kërkojnë dhe thuhet këtu që bëhet me shoqëri, nuk bëhet me zotësi. Puna duhet bëhet me zotësi. Kush është i zoti të futet. Nuk ka dallim e majta e djathta. Atje ku kam qenë unë, nuk kishte dallim. Se kush fitonte, unë nuk dua të dija fare. Unë isha në punën time, shikoja hallet e mia. Çdo njeri, jo vetëm unë. Unë kam punuar me të zinje, kam punuar me të bardha atje, as tonë të ditë njëri. Se çfarë bëje ti, more? A e di ti se kush ishte kryetari i komunës ose bashkisë ose rrethinës ku banoje ti? Si mua nuk e di. Ç'tu a di? Flas në jetën e përditshme, të interesonte që ta dije? Jo. Ishin këto, ishte se këta janë të Lalit, këta janë të Bashës, këta janë... No, s'kishte atje. Atje shkoje e punoje ti as doja të dija fare. Edhe kur vinte koha e votimeve, nëse kisha dëshirë do shkoja. S'kisha nuk ja. Po njëri s'më gjukonte ke puna ma, ç'a bëre ti? Shkonin, ke votuar apo s'ke votuar të kishtë? Jo, më qa flet, janë budallëqe këto. Këtu do rrini derisa të votoni dhe pastaj do largoheni apo do ikni para votimeve? Unë këtu jam e këtu do rri një ca kohë. Shoh sa do rri. Do votoni? Po unë nuk jam regjistruar, po kam dokumenta që fse do më pranoj me dokumentat e jashtme. Mirë. Amerikës. A ke vetë të dëshirë që të... Nga një them se kam, po dhe nga një më intereson shumë. Kush ta mbush syrin nga këta këtu? Ajo që s'te intereson shumë, po pak të intereson. Kush t'intereson më shumë? Me thënë drejtën, unë nuk kam ndonjë interesim, po të them për këta që ka qenë dikur ai Sali Berisha shkollë që vjen. Nuk ka program do me që të eci për para. Ai e pati ndorë dhe nuk diti.
Ai thotë që unë do vim për shtesë punë ati Donald Trumpit. Që po bën Donaldi? Donaldi po e bën gjullurdi atje pa nga pak. Atje si që thonë tashti, emisionet e populli që e shoh që del gjithmonë në demonstrat atje, gjithë shtetet me radhë, do me thënë është një miks e madhe edhe për atje, po me gjitha të inshallah ma se regulohet. Por që këtu, pa nuk më pëlqen ai, se ai ka qënë dikur. Ai tash është 80 sa vjeç, nga i gjeti ato menda i tani që do rregulloj të Shqipëri. E mira është ta marri Brezili. Vetëm ai ka mend. Me që ju jeni banore në SBA, thatë. SBA, Chicago, Illinois. Si e ka pritur Chicago rikthimin e Donald Trumpit? Faktikisht unë nuk kisha atje grupën, si se unë kam bërë gjithmonë votime atje kur kam qenë. Votimet, kam bërë vit, do më njëherë 4 vjet që bëhet atje, kam bërë. Po këtë vit nuk kisha se, kam ardhur për një hall këtu. Po, përgjithësi, në fillim e pritën mirë, po tash ka shumë probleme, thonë këta. Se qa problemesh kanë lindë atje, jo shkurtim punësh, jo shkurtim vendesh, tashti. Se si do rregullohet. Do është si këtu në Shqipëri që kur vjen X politikan do sjellit vetit. Jo, me ati nuk vjen këto gjërat. Jo. Populli shkon e punon atje ku është puna dhe set. Unë kam detu 27 vjetë, më hoqi njëri. Në mandatin e parë thoshin shumë që Donald Trump bëri shumë për shtetasit amerikan, por ndihmoi dhe emigrantët. Me këtë Me thënë drejtën tani që isha unë që ka jam larguar, hynë shumë imigrant në Amerikë. Venezuela, hyri gjithë shteti Venezuelës. Edhe ishte një gjullurdi e madhe në fakt. Sidomos aty ku jetoja në Chicago, njerëzit i që edhe në për rrugët, me çadra, rrinin imigrantët të Venezuela. Edhe kjo hapi një problem të madh në fakt. Ky vendosi që ti heqi tani. A tjetër mund të ketë, jam pa punë nuk do hanin. Ata dilin lipin në rrugës. Që kur s'kishtë Amerika ashtu, faktikisht. U bë një gjë e keqe në fakt, erdhën gjithë populli. Gërieshin turma në për rrugët rrinin. Sa do ata i vendosën dikur, jo me çadra, jo me kabina, me gjitha po prapë, nuk arritën do të se do. Ishin shumë njerëz. Mbaj më do në për atje rrugë kur rinja unë, tërë njerëzit në për dyqane rrinin, doni të lipnin të bëni që kur s'kishtë Amerika ashtu. Me thënë drejtë, nuk kishte. Po, prishi administrata Biden, thoni? Prishi administrata, por do kështa edhe vëndit ti ndikojti që hapi kufirt Venezuela. Ndikojti edhe kjo për gjullurdira, për të resapet e vëndit vetë, e kupton? Prandaj kjo është shumë keq, ndikoj keq në Amerikë faktikisht kjo. Po, Ai sa mundeni ju, me aq background sa keni, si po duket politika që po bën Trumpi me shtetet e tjera, me Europën, me kontinentet e tjera? Me thënë drejtën deri ku ai mbron interesat e Amerikës, të vendit vetë. Kjo është gjithmonë heq nga ana e vetë. Por tani se si do e dalit, nuk e di. Kjo është fundi. Tani në angelet themi inshallah na ndihmon edhe ne. Inshallah, po ma merr mendje Shqipëri nuk e hedhin poshtë. Se Shqipëria është një vend që është pik për të gjithë shtetet e botës, po lese nuk mund Amerika e vlerëson Shqipërinë. Ka dhe Sazanin në Shqipëri që e ka shumë të mirë. Sazanin e dëgjova që e ka marrë dhëndri i Danosa. Kështu është e vërtetë? Po. E kështu që mundet. Prandaj. Hajde mo. Të përshëndes. Shumë faleminderit. Qofsh mirë.